banale dhe drakonike për greret e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ata sa më parë duhet të kthehen se kur më shumë nuk ju ka ndosh vendit, nuk ju ka ndosh institucionet, nuk ju ka ndosh gjithë bosit dhe kombit shqiptar. Për familjet e dëshmorëve, respekt për invalidët e luftës, respekt për veteranët e luftës, respekt për viktimat civile dhe gjithë ata që kanë bo dhe kanë voti diçka në orë deri në liria. Ju falemderit për vëmendje. Tani kësaj, Arida Dergutin që ta marrë fjallën. Nëse ka mundësi kënjën një rësirë për vete. Shasrava u erdhi viktimave civile. Poshtrimi u ekspozua në test. Na u faq një falsifikim i të leshëm që minimizon vuajtjen e popullit tonë. Në çmimi të rëndëve shënon dignitetin e luftës të drejtë shqiptare të Kosovës dhe të drejtën përfshirim e vetëvendosje. Megjithatë, çdo përqindje për të relativizuar faktin historik nuk i shërben kujdesit. Ajo prodhon vetëm konfuzion mbi të vërtetën historike dhe degradim institucional. Ne si veteranë dhe veteranët e luftës jemi jashtëzakonisht keq se gjatë luftës nuk patëm kapacitete të mjaftueshme të mbrojmë gjithë popullatën civile. Mirë po, sot nuk do të lejojmë të poshtrohen në përkëmbën viktima civile nga kushdo që në kohën e luftës ishte larg ngjarjeve të luftës e masakrave, ndërsa sot përdor referenca nga Serbia. Autorët e këtij shërbimi bajnë përgjithësi direkte bashkë me akterët politikë që emërtuan atë. Para pje njësoj pishkosyrë që përdorin fonde publike për të financuar një përbajtje të tillë. Dhe kjo përbajtje një skandal të vërtetë. Institucione shtetërore kanë detyrim të ndrojnë historinë e jo të subvencionojnë poshtrimin e saj. Prandaj, kërkojmë llogaridhënie institucionale nga të gjithë zyrtarët që financuan ose kreatuan këtë ekspozim. Institucionet e drejtësisë do të shqyrtojnë pavolimisht veprimet e iniciatorëve. Po ashtu kërkojmë urgjentisht tërheqjen e botimeve të autorëve nga hapësirat publike dhe pikat e shitjes, deri në përkutimin e procesit të organizimit. Që sot e nutje, çdo libër apo ngjarje që ka të bëjë me luftën, nuk guxon të sponsorizohet e as të shpërndahet nga institucionet e vendit pa kaluar në përfshirjen e Institutit të